Miq të dashur, përshëndetje, ju uroj sot mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Pak nga pak po afrohemi fundit të serisë së mesazheve mbi frytin e frymës. Për rreth një muaj e gjysmë, Dr. Youssef ka përcjell tek ju mesazhe të rëndësishme për rritjen tuaj frymërore. Në fakt, ky është programi 19 dhe i parafundit i serisë për frytin e frymës. Në këto mesazhe kemi parë se si fryma e shenjtë e Perëndis mund të transformojë përgjithmonë jetën tona, duke na bërë një në sundimin e Jezus Krishtit. Në këtë seri kemi parë frytin e dashurisë, të gëzimit, paqes, durimit, mirëdashjes, mirësisë, besnikërisë dhe zemërbutësisë. Në programin e fundit, Dr. Youssef na tregoi se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modesti e reme. Modestia e reme ngjason me zemërbutësinë dhe është shumë e vështirë për t'u dalluar. Por miqtë e mi, nuk duhet të harrojmë se gjithçka kemi është dhuratë nga Perëndia. Prandaj lavdia i përket vetëm Atij. Në programin ton të sotëm do të ndalemi në frytin e fundit në listën e frytit të frymës. Do të flasim për vetkontrollin. Nuk është çudi që vetkontrolli sot konsiderohet një fjalë pistë për godinat universitare, por mungesa e vetkontrollit në gjeneratën tonë është rruga e Satanit për të na përgatitur për shkatrimin. Përkrahja e vetkënaqësisë në gjeneratën tonë është hapi i parë që na bën më të prekshëm ndaj çdo armiku të egër dhe të paperëndishëm. Qëndronemi në vazhdim për të njohur karakteristikat e vetkontrollit. Hello listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. We are glad you've joined us today. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sot. In this message and the next we will finish the last of the 9 in the fruit of the spirit. Në këtë mesazh dhe në mesazhin e ardhshëm do të flasim për frytin e fundit të frymës. And it is about self-control. Dhe është vetkontrolli. Self-control is not a very popular subject today. Sot vetkontrolli nuk është temë popullore. Nobody likes to hear about self-control. Askush nuk dëshiron të dëgjojë për vetkontrollin. Trying to train our children in self-control in a world that is pushing them towards self-indulgence is as tough as swimming upstream. Përpjekja jonë për të stërvitur fëmijët tanë në vetkontroll në një botë që i shtyn drejt vetkënaqësisë është po aq e vështirë sa dhe të notosh kundër rrymës. In fact, on many university campuses in the West, the word self-control is a dirty word. Në fakt, në shumë godina universitare në Perëndim, fjala vetkontroll është fjalë pistë. To illustrate what I mean, let me tell you about a young man who went to see a psychiatrist. Për t'ju sqaruar, më lejoni t'ju flas për një djalosh që shkoi të takonte një psikiatër. He said to the doctor, "Doctor, I have no ability to self-control." Ai tha doktorit, "Doktor, nuk jam i aftë të kontrolloj veten. And I often find myself doing the wrong thing and my conscience is bothering me." Dhe shpesh bëj gjërat e gabuara dhe më vret ndërgjegja." The psychiatrist said, Dhe psikiatri I përgjigjet, "So you want something that will strengthen your will?" "Pra, dëshiron diçka që të forcoj vullnetin tënd?" The young man said, "Oh no. Djaloshi I tha, "Oh, jo. I would rather get something that would weaken my conscience." Unë do të doja më shumë diçka që të dobësoj ndërgjegjen time." Do you remember when Nehemiah heard that the walls of Jerusalem were broken down? A e mbani mend çastin kur Nehemia mori lajmin se muret e Jeruzalemit u thyen? It literally broke his spirit. Kjo e theu shpirtin e tij. Let me give you some background information in case you don't know about that story. Në rast se nuk e dini këtë histori, më lejoni t'ju tregoj disa detaje. The people of Israel were taken into captivity in Persia. Populli I Izraelit ishte në robëri në Persi. Their enemies destroyed Jerusalem. Armiqtë e tyre shkatruan Jeruzalemin. Now let us read the biblical account from the book of Nehemiah chapter 1 verses 3 and 4. Tani le të lexojmë të dhënat biblike nga libri I Nehemias, kapitulli I parë, vargjet 3 dhe 4. Ata më thanë: "Ata që kanë shpëtuar nga robëria janë atje poshtë në krahin në një varfëri të madhe dhe me faqe të zezë. Përveç kësaj, muret e Jeruzalemit janë plot me të çara dhe portat e tij janë konsumuar nga zjarri." Sa I dëgjova këto fjalë, u ula dhe qava. Pastaj mbajta zi disa ditë me radhë, agjërova dhe u luta përpara Perëndisë së qiellit. Nehemiah knew for some time that the city was in ruin. Nehemia kishte kohë që dinte se qyteti ishte në rrënoja. But the thought of the walls being broken down devastated him. Por mendimi se muret ishin rrëzuar e shkretoi atë.
Because broken walls are symbols of final collapse. Sepse muret e rënuara simbolizojnë shembjen përfundimtare. In ancient times, Në kohët e lashta, a city without walls is a city that has lost its defenses and its identity. një qytet pa mure është një qytet që ka humbur mbrojtjen dhe identitetin e tij. A city without walls is a city that is vulnerable to all sorts of enemies to come in and loot and steal. Një qytet pa mure është një qytet i hapur për gjithë armiqt që hyjnë brenda, plaçkisin dhe vjedhin. A city without walls is a city that has no protection against the attack of wild animals. Një qytet pa mure është një qytet i pambrojtur ndaj sulmit të kafshëve të egra. A city without walls is a city that has lost complete control of its destiny. Një qytet pa mure është një qytet që ka humbur kontrollin e plotë të fatit të tij. And in Proverbs 16:32 Dhe tek fjalët e urta kapitulli 16 vargu 32. and in Proverbs chapter 25 verse 28 Dhe tek fjalët e urta kapitulli 25 vargu 28. that undisciplined spirit or uncontrolled spirit is like a city without walls. Thuhet se shpirti i padisiplinuar ose i pakontrolluar është si qyteti pa mure. Let's read Proverbs 25:28. Le të lexojmë fjalët e urta kapitulli 25 vargu 28. Njeriu që nuk di të frenojë zemërimin e tij është si një qytet i shkrehur pa mure. The lack of self-control is a calamity that is greater than a city that is destroyed. Mungesa e vetkontrollit është një katastrofë dhe më e madhe se një qytet i rënuar. Let's read verse 32 of chapter 16. Le të lexojmë vargun 32 të kapitullit të 16. Kush nuk zemërohet shpejt vlen më tepër se një luftëtar i fortë dhe ai që urdhëron frymën e tij vlen më tepër se ai që mposh një qytet. Why? Pse? Because it means that an eternal soul has reached a final state of decay. Sepse kjo nënkupton se një shpirt i përjetshëm ka arritur në stadin final të shkatërimit. Make no mistake about it. Mos u gaboni për këtë. Our generation's lack of self-control is Satan's way of preparing us for destruction. Mungesa e vetkontrollit të gjeneratës sonë është rruga e Satanit për të na përgatitur për shkatërimin. Our generation's lack of self-control is the broken walls which will lead into our very soul. Mungesa e vetkontrollit të gjeneratës sonë është muri i thyer që do të na çojë pikërisht në shpirtin ton. Our generation's promotion of self-indulgence is the first step toward making us vulnerable to every wild and godless enemy. Përkraja e vetkënaqësisë në gjeneratën tonë është hapi i parë që na bën më të prekshëm ndaj çdo armiku të egër dhe jo të perëndishëm. Discarding of every vestige of self-control is opening our spirit to the man of lawlessness that the Bible speaks about. Kur ne heqim dorë nga çdo gjurmë vetkontrolli, ekspozojmë shpirtin ton ndaj njeriu që shkel ligjin, për të cilin flet edhe Bibla. Unrestrained passion, uncontrollable temper is Satan's strategy to leave us open to all sorts of antichrists. Pasioni i papërmbajtur, karakteri i pakontrolluar, është strategjia që përdor Satani që të jemi të hapur ndaj gjithë tipeve të antikrishtit. In fact, in Ephesians 5:18, the Apostle Paul draws an analogy between a person who loses control of his senses because of drunkenness. Në fakt tek Efesianët kapitulli 5 vargu 18, apostulli Paul tregon ngjashmërinë mes personit që humbet kontrollin e ndjenjave për shkak të dehjes. And the person who loses control of his life because he is spirit-filled. Dhe personit që humbet kontrollin e jetës së tij për shkak se është i mbushur me frymë. Let's read verse 18 of chapter 5 of Ephesians. Le të lexojmë vargun e 18 kapitullit të 5 të Efesianëve. Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymë. Both the drunk and the spirit-filled give up control of their lives to an outside force. Si personi i dehur dhe ai i mbushur me frymë, që të dyja dorëzojnë kontrollin e jetës së tyre një forcë të jashtme. The drunk gives up control to alcohol, I dehuri ja dorëzon kontrollin e alkoolit, and the spirit-filled man gives up control to the Holy Spirit. dhe njeriu i mbushur me frymë ja dorëzon kontrollin frymës së shenjtë. I want to declare to you that Christian self-control is impossible unless you are filled with the Spirit of God. Dua t'ju them se nëse nuk mbusheni me frymën e Perëndis, vetë kontrolli krishter është i pamundur. And to be filled with the Holy Spirit of God is a decision. Dhe që të mbushesh me frymën e shenjtë të Perëndis do të thotë të marrësh një vendim. Just as the person who fills his bloodstreams with alcohol is a decision.
ashtu siç vendos personi që mbush sistemin e qarkullimit të gjakut me alkool. The alcoholic says, I don't want to be in control. I want alcohol to control me. Një alkolist thot kështu: nuk dua të jem nën kontroll, dua që alkoolit më kontrolloj. So is the spirit-filled believer. If he wants to have self-control, he must surrender his control to the Holy Spirit of God. Kështu është dhe me besimtarin e mbushur me frymë. Nëse dëshiron të ketë vetë kontroll, duhet t'ia dorëzoj kontrollin e tij frymës së shenjtë të Perëndisë. And when the Holy Spirit of God moves into your bloodstream and every area of your life, Dhe kur fryma e shenjtë e Perëndisë lëviz në sistemin e qarkullimit të gjakut dhe në çdo fushë të jetës tuaj, then he will love through you. atëherë ai do të dojë përmes jush. The Holy Spirit will make you bubble with joy. Fryma e shenjtë do t'ju bëjë të shpërtheni me gëzim, Even in the tough times, madje edhe në kohë të vështira. the Holy Spirit of God will tranquilize you with his peace. Fryma e shenjtë e Perëndisë do t'ju qetësojë me paqen e tij. God will subdue you with his patience. Perëndia do t'ju nënshtrojë me durimin e tij. The Holy Spirit of God will make you hilarious with his kindness. Fryma e shenjtë e Perëndisë do t'ju bëjë të gëzueshëm me mirëdashjen e tij. The Holy Spirit of God will fill you with goodness. Fryma e shenjtë e Perëndisë do t'ju mbush me mirësi. The Holy Spirit of God will endow you with faithfulness. Fryma e shenjtë e Perëndisë do t'ju pajisë me besnikëri. The Holy Spirit of God will give you meekness, which is strength under control. Fryma e shenjtë e Perëndisë do t'ju jap zemërbutësinë që është forcë e kontrolluar. The Holy Spirit of God will give you self-control and discipline. Fryma e shenjtë e Perëndisë do t'ju jap vetë kontroll dhe disiplinë. My listening friends, there are 3 things I want to tell you about self-control. Të nderuar dëgjues, dua t'ju tregoj 3 karakteristika të vetë kontrollit. I will tell you some in this message and some in the next message. Do t'ju tregoj disa në këtë mesazh dhe disa në mesazhin e ardhshëm. First of all, Fillimisht, self-control is not self-mastery. vetë kontrolli nuk është vetë zotërim. Secondly, Së dyti, self-control is not self-improvement. vetë kontrolli nuk është vetë përmirësim. Thirdly, Së treti, self-control must have a focus. vetë kontrolli duhet të ketë një fokus. Let's look at the first one. Le të shohim të parën. The self-control that is the fruit of the Spirit Vetë kontrolli që është fryti i frymës. is not the same thing as self-mastery that people talk about. Ai nuk është i njëjtë me vetë zotërimin për të cilin flasin njerëzit. The Bible is talking about self-surrender, not self-mastery. Bibla flet për vetë dorëzimin dhe jo për vetë zotërimin. Let me give you a contrast between the two. Më lejoni t'ju tregoj ndryshimin mes tyre. Self-control is being empowered by the Holy Spirit of God. Vetë kontrolli fuqizohet nga fryma e shenjtë e Perëndisë. But self-mastery is dependent entirely on your willpower. Por vetë zotërimi varet plotësisht nga forca e vullnetit tuaj. Self-control is what takes place in your life out of the abundance that springs out of your love for the Lord Jesus Christ. Vetë kontrolli që zë vend në jetën tuaj vjen nga bollëku që rrjedh nga dashuria që keni për Zotin Jezus Krisht. But self-mastery is designed to make you take control of your destiny. Por vetë zotërimi ka për qëllim që të merrni kontrollin e jetës suaj. Self-mastery is what the Pharisees practiced. Farisejt praktikonin vetë zotërimin. They were so disciplined from the outside and people stood in awe of their discipline. Ata ishin kaq të disiplinuar së jashtëmi sa njerëzit që ndronin në nderim dhe frikë nga disiplina e tyre. But the Lord Jesus Christ, who can see on the inside, called them sepulchre. Por Zoti Jezus Krisht që mund të shohë në brendësi, i quajti ata varre. Why? Përse? Because they looked good on the outside, Sepse ata dukeshin mirë së jashtëmi, but on the inside there was nothing but a bunch of dead bones. por brenda tyre nuk ishin asgjë më shumë vetë se një tufë kockash të vdekura. The best of self-mastery will not withstand the scrutiny of your soul when you're all alone and naked before God. Më e mira e vetë zotërimit tuaj nuk do të përballojë shqyrtimin e shpirtit kur të jeni kretë vetëm dhe lakurish përpara Perëndisë. Deep down you know that things are out of control. Thellë brenda jush e dini se gjërat janë jashtë kontrollit. Only the Holy Spirit can give you that assurance that all is under control when you come under His control. Vetëm fryma e shenjtë mund t'ju jap sigurinë që është nën kontroll kur ju jeni nën kontrollin e tij. The modern day Stoics, like the Pharisees, worshipped at the shrine of sovereign self-will.
Stoikët e kohëve moderne ashtu si farisejt adhuruan shenjtoren e vullnetit të tyre sovran. The Stoics are the grit your teeth and make it happen type people. Stoikët janë tipi i njerëzve që kërcëllin dhëmbët dhe i realizojnë gjërat. But these are the very people who, when they are confronted with what is unexpected in life, Por këta janë ata njerëz që kur përballen me të papritura në jetë, they become fatalistic and morbid. ata nënshtrohen ndaj fatit dhe frikësohen. It's like that man who wanted to live to be 100 years old. Është si historia e një burri që donte të jetonte 100 vjet. He was willing to practice any form of discipline and self-mastery to reach the age of 100. Ai ishte gati të praktikonte çdo formë disipline ose vetzotërimi për të arritur moshën 100 vjeçare. So he went to his doctor and said, "How can I live to be 100?" Prandaj ai shkoi tek doktori i tij dhe i tha: "Si mund të jetoj që të bëhem 100 vjeç?" The doctor replied, Doktori u përgjigj: "You have to give up biscuits, cakes, ice cream and all other desserts. "Ti duhet të heqësh dorë nga biskotat, tortat, akulloret dhe gjithë ëmbëlsirat e tjera. Then you have to stop eating red meat, potatoes and bread." Pastaj nuk duhet të hash më mish të kuq, patate dhe bukë." Finally, the doctor concluded, "Also, you have to give up soft drinks like Coca-Cola and coffee and tea." Më në fund doktori tha: "Gjithashtu, ti duhet të heqësh dorë nga pijet e ëmbla si Coca-Cola, kafeja dhe çaji." Now, this man was willing to do whatever it takes to reach 100. Ky njeri ishte i gatshëm të bënte gjithçka për të arritur moshën 100 vjeçare. So he looked at the doctor and said, Prandaj e pa doktorin dhe i tha: "If I do all of that, will I live to be 100? "Nëse i bëj të gjitha këto, vallë do të jetoj 100 vjet?" The doctor answered, Dhe doktori u përgjigj: "I can't guarantee that. "Unë nuk mund ta garantoj këtë. But if you do all of that, it will certainly feel like that long." Por nëse bën të gjitha këto, me siguri ti do të ndihesh sikur ke jetuar aq gjatë." Self-control is not self-mastery. Pra vetkontrolli nuk është vetzotërim. And the second thing is self-control is not self-improvement. Dhe karakteristika e dytë është se vetkontrolli nuk është vetpërmirësim. Self-control for Christians is simply possible because of the new divine nature that was received when they became born again. Vetkontrolli është i mundur për të krishterët për shkak të natyrës së re hyjnore që kanë marrë kur janë rilindur. Peter tells us that we are participants in a divine nature. Pietri na thot se ne jemi pjesëmarrës në natyrën hyjnore. Listen to what the scripture said in 2 Peter chapter 1 verse 4. Dëgjoni se çfarë thot shkrimi tek e dyta e Pietrit kapitulli 1 vargu 4. Me anë të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Please listen carefully to what I'm going to tell you. Ju lutem më dëgjoni me kujdes atë që do t'ju them tani. There is no such thing as putting your spiritual growth on autopilot and then spiritually go to sleep. Nuk është e mundur që ta lini rritjen tuaj shpirtërore në vetë funksionim dhe pastaj të flini shpirtërisht. If I want to enjoy the power of God working in my life, Nëse dua të shijoj fuqinë e Perëndisë që punon në jetën time, I have to cooperate with God in that control process. unë duhet të bashkëpunoj me Perëndin në këtë proces vetkontrolli. Control of what, you say? Kontroll të kujt, thoni ju? Control of all other worldly desires that I have within me as a result of my old nature. Kontroll të gjitha dëshirave materialiste që kam brenda meje si rrjedhoje natyrës sime të vjetër. Let me explain something. Më lejoni t'ju shpjegoj diçka. My old nature wants to be in control. Natyra ime e vjetër dëshiron të jetë në kontroll. My old nature wants me to have no boundaries in my life. Natyra ime e vjetër dëshiron të mos kem kufi në jetën time. The old nature wants to run wild and do everything to excess. Natyra e vjetër dëshiron të vrapojë si e tërbuar dhe të bëjë gjithçka për ta tepruar. But my new nature wants to glorify God by putting on the brakes. Por natyra ime e re dëshiron të lavdërojë Perëndin duke vendosur frenat. My old nature and my new nature cannot work together in tandem. Natyra ime e vjetër dhe natyra ime e re nuk mund të punojnë bashkë. It is either one or the other. Është ose njëra ose tjetra. So self-improvement says, do a little bit at a time. Prandaj vetpërmirësimi thot, bëj pak e nga pak. Self-improvement says, as long as you see progress, it's okay. Vetpërmirësimi thot, gjithçka është në rregull derisa ti sheh progres. Self-improvement says, you are not going to lose weight overnight. Vetpërmirësimi thot,
nuk do të humbasësh pesh brenda një nate. Self-improvement says you are not going to quit all at once. Vetëpërmirësimi thot, ti nuk heq dot dorë me njëherë. Self-improvement says build up to it. Vetëpërmirësimi thot, investo në të. Self-improvement says just work at it and be happy for whatever progress you make. Vetëpërmirësimi thot, thjesht puno dhe gëzohu për çfarëdo lloj progresi. That is self-improvement. Ky është vetëpërmirësimi. But that is not the self-control that comes from the spirit-filled life. Por ky nuk është vetëkontrolli që vjen nga jeta e mbushur me frym. In the Christian life, you cannot get two distinct natures cooperating. Në jetën e krishterë nuk mund të keni dy natyra të veçanta që bashkëveprojnë. You either exhibit one or the other. Ju do të shfaqni ose njërin ose tjetrën. Now, there are some people who confuse the Christian life with self-improvement programs. Tani, ka disa persona që ngatrojnë jetën e krishterë me programet vetëpërmirësuese. So they work on the most troublesome areas of their lives and say, I'm going to stop this or that. Prandaj ata punojnë në fushat më të lodhshme të jetës së tyre dhe thonë, nuk do ta bëjmë më këtë ose atë. I'm going to do better at this. Do ta bëjmë më mirë këtë. Before long, they are in much worse shape than before. Dhe shpejt janë në formë më të keqe se më parë. What happens then? Çfarë ndodh atëherë? That is the question that I want to answer in my next broadcast. Kësaj pyetje do t'i përgjigjem në programin tim të ardhshëm. I hope you're going to promise yourself to be here for the rest of this story because it is of vital importance. Unë shpresoj t'i premtoni vetes se do të na ndiqni për të dëgjuar pjesën tjetër të historisë, sepse ajo është shumë e rëndësishme. I'm going to tell you why self-improvement will not help you. Do t'ju them se pse vetëpërmirësimi nuk do t'ju ndihmojë. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Miq të programit Rruga, këtu kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për sot. Gjatë këtyre minutave, doktor Jusef u ndal tek fryti i fundit në listën e frytit të frymës. Mësuam se vetkontrolli fuqizohet nga fryma e shenjtë e Perëndis, ndërsa vetzotrimi varet plotësisht nga forca e vullnetit tuaj. Njëkohësisht doktor Jusef na tregoi se është e mundur që si të krishterë të ushtrojmë vetkontroll për shkak të natyrës sonë hyjnore. Por nëse duam të shijojmë fuqinë e Perëndis në jetën tonë, duhet të bashkëpunojmë me të në këtë proces. Mesazhi i herës së ardhshme do të jetë i fundit në serinë mbi frytin e frymës. Në këtë program, doktor Jusef do të vazhdojë të flasë për vetkontrollin. Do të shohim ndryshimin mes vetkontrollit dhe vetëpërmirësimit. Fillimisht doktor Jusef do t'i përgjigjet pyetjes: çfarë ndodh kur dikush përpiqet të bëjë më të mirën, por dështon? Dhe më pas do të na tregoj se vetkontrolli duhet të ketë një fokus. Për më shumë do t'ju ftoj të na ndiqni në programin tonë të herës së ardhshme. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit tonë: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.